të festës Krishtlindjes dhe të Vitit të Ri. Një festë që bashkon gjithë himariotët dhe një muaj i gëzueshëm për gjithë, apo jo? Patjetër, ne filluam vjet të traditë të ndezjes së pemës së Krishtlindjeve dhe të Vitit të Ri në Himar. Sikur se e dim të gjithë, janë festa të gëzuara për të gjithë, festa që sjellin shpresë, që sjellin dritë në çdo familje, festa të cilat festohen pa dallim në të gjithë vendin, ashtu edhe në Himar, janë festa që na bashkojnë dhe normalisht bashkia e ka për detyrim që të organizojë këtë ceremoni minimale, do të thoshja unë, për të bërë së bashku të gjithë himariotët në ndezjen, në procesin, në momentin e ndezjes së dritave të pemës së Krishtlindjes këtu në Himar. Ne që jemi në këtë ditë festë, do të thosha edhe një urim i juaj për gjithë himariotët, por edhe gjithë shqiptarët. Urimi shkon padyshim për gjithë himariotët dhe për gjithë shqiptarët, për të patur festa të gëzuara, Krishtlindje të mbara me shpresë, me shëndet, begati për çdo familje himariote dhe për çdo familje shqiptare. Faleminderit shumë. Edhe unë.